Natën mes të shtunës dhe të dielës, 29-30 mars, fillon llogaritja verore e kohës. Akrepat e orës do të lëvizin 60 minuta përpara, duke kaluar nga ora 2 në 3. Ky ndryshim ndodh 2 herë në vit, duke bërë që njerëzit ose të fitojnë ose të humbin një orë gjumë. Këtë herë akrepat e orës nuk do të rikthehen pas deri më 26 tetor. Ndryshimi i orës është një proces i unifikuar në të gjitha vendet e Evropës. Ai u vendosi ligj evropian në vitin 1981, duke përcaktuar kalimin në orën verore, kur akrepat lëvizin 60 minuta përpara, dhe në orën dimërore, kur ato kthehen një orë pas. Qëllimi kryesor i këtij ndryshimi është kurrësimi i energjisë elektrike dhe shfrytëzimi më i mirë i dritës së diellit. Pas ekuinoksit pranveror, dita fillon të zgjatet, duke arritur kulmin më 22 qershor me 15 orë ditë dhe vetëm 9 orë natë.